Rita Ora këtë herë ka guxuar më shumë me veshjen e saj në sfiladën e Donatella Versace dhe ne mbetëm me gojë hapur. Këngëtarja duket super seksi me fustanin e saj ekstravagant, por secilit duket qartë që nuk ka veshur të mbathura. Donatella Versace do të ketë qenë e lumtur që ka në krah një vajzë kaq të bukur dhe talentuar. Endrit Mertiri ishte ndër të ftuarit e sfilatës së Donatella Versace dhe ndoqi nga afër këtë event. Fotografi i njohur pasi shkrepi shumë foto me emra të mëdhenj, kjo ishte ajo që ne ndaluam, një foto me Irina Shayk. Sa veta të donin të ishin në vendin e Endritit? E gjeni dot kush është kjo vajza simpatike? Po mundoni një herë. Ronela Hayati postoi këtë foto në të cilën ka qenë 3 vjeç dhe thotë se i vjen shumë për të qeshur me vathet që ka vënë. Bukurosha duket qartë që ka qenë ekspresive që në moshë të vogël dhe jo më kot, sot është ajo që ne njohim. Kjo foto na pëlqeu aq shumë kur e pam sa nuk mund të mos e bënim pjesë e Instabuzz. Gjithçka është perfeksion. Flokët e Oltës, trupi i Oltës, beli i Oltës dhe sigurisht balerini seksi bën rolin e vet. Kjo është prova konkrete që tregon se nuk është e nevojshme të zhvishemi për të dukur seksi. Është e gjitha attitude. Jo si ju duket? Na thoni, kemi fajne.